SPAK nuk është dajq i frikshëm, sidomos për oligarkin që lidhet me kryeministrin Rama. Ky raport krijon pasuri dhe pushtet, por edhe siguri. E si mos të ndihet i garantuar gëzimi vëllai i ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Ambasadori bëhet ministër i fuqishëm, vëllai mbush arkën me tenderat. Gëzim Hoxha po hetohet nga SPAK për njëra nga kompanitë që rezulton e lidhur me grupin kriminal të Akshit. Nga ana tjetër, Hoxha vazhdon kort tendera me një tjetër firmë. Në këtë rrjedh, korrupsioni orientohet dhe kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi. Komisioni i ngritur prej tij favorizon haptasi vëllain e ministrit Hoxha të marrë paratë e mirëmbajtjes së rrjetit të KQZ-s. Manipulimi i vlerësimit të ofertave është kaq i trashë sa dhe Komisioni i Prokurorimit Publik detyrohet ta bllokojë tenderin. Jemi duke raportuar prokurorimin e KQZ-s me objekt mirëmbajtja moduleve ekzistuese të KQZ-s me fond limit 430 milion lek pa TVSH. Tenderi është regjistruar zyrtarisht në qershor 2025, por procedurat janë sërzjatur. Shkak janë bërë denoncimet e pjesëmarrësve që kanë refuzuar ta pranojnë rezultatin me fitues të paracaktuar. Ja çfarë ka ndodhur.